Shpifit e padukshëm midis halallit dhe haramit. Në një botë ku kufijtë moral po zbehen çdo ditë, ku paraja konsiderohet mbret dhe ku slogani kryesor është bërë rëndësi ka të fitosh, pa marrë parasysh mënyrën, njeriu modern e gjen veten në një udhkryq të rrezikshëm. Na thuhet se suksesi matet me shifra në llogarinë bankare, me rrobat luksoze dhe me jetën pa rregulla, por për besimtarin ekziston një peshore tjetër. Një peshore që nuk gabon kurrë dhe që ndan me saktësi kirurgjikale dy botë krejtësisht të ndryshme. Botën e pastër të halallit të lejuarës dhe botën e errët të haramit të ndaluarës. Çfarë kuptimi kanë këto dy koncepte për shpirtin tonë? Si mund të mbijetojmë në një kohë ku harami është zbukuruar dhe servirur si mod, ndërsa halalli shihet si diçka e vështirë? Sot do të zbulojmë ligjin që mbron jetën, familjen dhe përjetësinë tonë. Islami nuk është një fe e ndërlikuar apo e paqartë. Zoti i gjithësisë nuk e la njeriu në dyshim për atë që e dëmton apo i sjell dobi atij. 14 shekuj më parë, në një nga fjalimet më themelore të historisë njerëzore, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, vendosi rregullin e artë që mbron shoqërinë nga devijimi. Në hadithin autentik të transmetuar nga Numan ibn Beshiri, profeti alayhis salam ka thënë: "Vërtet, halalli është i qartë dhe harami është i qartë, e midis tyre ka gjëra të dyshimta, të cilat shumica e njerëzve nuk i dinë. Kush uruhet gjërave të dyshimta, ai ka siguruar fen dhe nderin e tij." Halalli është i qartë dhe harami është i qartë. Zoti e bëri tokën të gjerë dhe të mirat e saj të panumërta, bukën, ujin, martesën e ndershme, tregtinë e drejtë, të gjitha këto i bëri halal. Ndërsa gjërat që shkatrojnë mendjen, trupin dhe shoqërinë, si alkooli, kamata, bixhozi, tradhtia dhe vjedhja, i bëri haram. Harami është i paktë, por shejtani zbukuron atë për ta bërë të duket joshës. Besimtari i vërtet nuk ecën në buzë të greminës, ai qëndron larg zonave të dyshimta për të mbrojtur zemrën e tij. Në Kuranin famlart, Allahu i drejtohet jo vetëm besimtarëve, po mbar njerëzimit, duke treguar se konsumimi i halallit nuk është thjesht një rregull dietik, por një kusht i domosdoshëm për pastërtinë shpirtërore. Në surën El-Bekare, ajeti 168, Allahu thotë: "O njerëz, hani nga ajo që është në tokë, e lejuar, halal dhe e pastër, dhe mos ndiqni hapat e shejtanit, sepse ai vërtet është armiku juaj i hapur." Zoti e lidh ngrënien e halallit me mbrojtjen dhe hapat e shejtanit. Pse? Sepse kur harami hyn në trupin e njeriut, ai korrupton ndërgjegjen e tij. Për më tepër, Allahu na tregon se ai nuk i ka ndaluar gjërat për të na vështirësuar jetën, por për të na pastruar. Në surën El-Araf, ajeti 157, duke përshkruar misionin e profetit alayhis salam, Kurani thotë: "Ai u lejon atyre gjërat e bukura e të pastra, atë taibat, dhe u ndalon gjërat e shëmtuara e të dëmshme, al-khabaith." Çdo gjë që Zoti e ka bërë haram, mban brenda saj një dëm për shëndetin ton, për familjen ton ose për shoqërinë ton. Harami është helm, qoftë edhe nëse është i ëmbëlsuar me pak fitim afatshkurtër. Për profetin Muhammed alayhis salam, çështja e halallit dhe haramit ishte vijekuqe e pa kompromis. Ai nuk lejonte që asnjë grimcë dyshimt të hynte në shtëpinë e tij. Transmetohet në hadithet autentike se një natë profeti alayhis salam po rrotullohej në shtrat dhe nuk po e zinte gjumi. Bashkëshortja e tij e pyeti: "O i dërguari i Allahut, çfarë të mundon?" Ai u përgjigj: "Kam gjetur një hurm në nënbrinjën time në shtrat dhe hangra. Tani kam frikë se mos ka qenë nga hurmat e sadakas, të cilat janë të ndaluara për familjen e profetit, dhe kjo po më mban zgjuar." Subhanallah, vlla im, motra ime, mendoni për këtë shkallë të lartë të devotshmërisë. Njeriu më i madh i botës nuk mund të flinte për shkak të një hurme të vetme, nga frika se mos ishte e ndaluar. Profeti alayhis salam i paralemroi besimtarët se rreziku më i madh i haramit është se ai bllokon lutjet tona. Në një hadith tjetër të saktë, ai përmendi një njeri që udhthon gjatë, i mbuluar me pluhur, i cili ngre duart të drejt qiellit duke lutur: "O Zoti im." Por profeti alayhis salam shtoi: "Ushqimi i tij është haram, pija e tij është haram, rrobat e tij janë haram dhe është ushqyer me haram. E si mund të pranohet lutja këtij njeriu?" Dietarët e mëdhenj musliman e kanë parë fitimin e halallit si ibadet, adhurim. Omer ibn Khattabi radiallahu anhu thoshte: "Ne linin 9 të 10-tat e halallit nga frika se mos binin në haram. Ata ndërtonin një zonë të gjerë sigurie rreth vetes." Imam El Ghazali, në librin e tij monumental Ihya Ulumuddin, shpjegon se trupi i rritur me haram bëhet i rënd për të bindur Zotit. Ai thotë: "Kush ushqehet me haram,
gjymtyrët e tij do të bëjnë mëkate, deshja apo s'deshja e tij, ndërsa kush ushqehet me halal, gjymtyrët e tij do të bëjnë vepra të mira dhe do t'i shijojë adhurimi. Sot, në epokën tonë moderne, si duhet ta fitoj muslimani halalin? Së pari, duke qenë i kënaqur me atë që i ka caktuar Allahu. Ankthi për të pasuruar shpejt është rruga më e shpejtë drejt kamatës, mashtrimit dhe haramit. Së dyti, duke qenë profesional dhe i ndershëm në punën e tij. Nëse je punëtor, mos e vish vetëm me dembelizëm gjatë orarit të punës, sepse edhe ajo kohë e humbur e bën pagën të dyshimt. Nëse je tregtar, mos i fshite me tatë mallit. Në fund të udhëtimit tonë në këtë botë, askush nuk do të na pyesë se sa shtëpi lam pas, por do të pyetemi se si i fituam ato. Më mirë pak dhe me bereqet, se sa shumë me mallkimin e Zotit. Halali sjell dritë në shtëpi, sjell fëmijë të mbar dhe qetësi në gjumë. Harami, edhe nëse të bën milioner, të zhvesh nga paqja e shpirtit dhe të lë vetëm në errësirën e llogarisë përpara Allahut. Profeti Muhammed a.s. e ka vullosur këtë të vërtetë me një premtim të madh. Kushdo që lë diçka për hir të Allahut, Allahu do t'ia zbëncojë atë me diçka shumë më të mirë. Ruajeni pastërtinë e tavolinave tuaja. Ruajeni pastërtinë e xhepave tuaj. Jetoni me nderin e halalit, sepse kjo botë është kalimtare, ndërsa llogaria përpara drejtësisë hynore është e përjetshme. O ju që keni besuar, hani nga të mirat që ju kemi furnizuar dhe falënderoni Allahun, nëse jeni që vetëm atë e adhuroni. Surja El-Bekare 172.